David McAllister, kryetari i Komisionit për Çështjet e Jashtme në Parlamentin Evropian, gjatë qëndrimit në Tiranë, tronditi pushtetin dhe politikën e kësaj të fundit. Bashkimi Evropian i kërkon llogari Tiranës zyrtare për vendimin e Shqipërisë për t'ju bashkuar bordit të paqes Donald Trump. Në konferencën për shtyp nga Tirana, McAllister deklaroi se eurodeputetët kanë kërkuar sqarime nga Tirana dhe kanë kuptuar se vendimi është mbështetur si nga majoranca ashtu edhe nga opozita, ndërsa brenda Bashkimit Evropian nuk ka një qëndrim unik për këtë çështje. Sa i takon reformave, McAllister theksoi se lufta kundër korrupsionit duhet të ruaj ritmin, duke i tërhequr veshin qeverisë Rama. Bazuar në raportin e fundit të Transparency International, ku Shqipëria humbi 11 vende në renditje. Ai kërkoi zbatim të plotë të ligjit, staf të plotë në drejtësi dhe mos ndërhyrje politike. Një tjetër mesazh i drejtpërdrejtë dhe paralajmërues për Edi Ramën, pas propozimeve të fundit të Partisë Socialiste për ndërhyrje në kodin penal, me qëllim shmangjen e pezullimeve për qeverinë, nisur nga rasti Balluku. Zyrtari i lartë evropian paralajmëroi se çdo ndryshim ligjor duhet mos cënojë reformën në drejtësi, dhe të konsultohet direkt me Brukselin zyrtar. McAllister kërkoi gjithashtu reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse sipas rekomandimeve të Odirit dhe theksoi se nuk ka vend për vetkënaqjen në procesin e integrimit, një fjali kjo interpretuar jo pak si një dush i ftohtë direkt për kreun e qeverisë shqiptare. McAllister shprehu shqetësim për polarizimin politik dhe mungesën e dialogut me opozitën, duke e cilësuar situatën politike në Shqipëri si të destabilizuar. Deputetët e Partisë Demokratike u takuan sot me misionin e Parlamentit Evropian në Tiranë për të paraqitur shqetësimet mbi zgjedhjet e 11 majit dhe situatën aktuale politike në vend. Ata vlerësuan raportin e Parlamentit Evropian që evidentoi mungesën e barazisë mes palëve dhe ndërhyrjen e krimit të organizuar, duke kërkuar qeveri teknike për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Demokratët gjithashtu denoncuan regresin në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, sulmet ndaj drejtësisë, mbrojtjen politike për zyrtarë të dyshuar si Belinda Balluku dhe propozimet ligjore që favorizojnë imunitetin. Megjithatë, ata riafirmuan angazhimin për integrimin evropian të Shqipërisë dhe rëndësinë e respektimit të standardeve demokratike. Të pranishëm në këtë takim ishin Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku dhe Albana Vokshi. Në fakt, në konferencën për shtyp me misionin e Parlamentit Evropian në Tiranë, David McAllister u pyet nga gazetarët nëse do të takohej edhe me kryedemokratin Sali Berisha. Mirpo zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian deklaroi se pas konferencës do të nisej me urgjencë drejt aeroportit për të lënë Shqipërinë pas kësaj vizite të shkurtër. Për më tepër ai tha se nuk e shihte të nevojshëm këtë takim, pasi e kishte kryer këtë mision me 3 demokrat, Bardhi, Tabaku dhe Vokshi. Megjithatë, ajo që dihet qartazi është se takimi me Berishën është shmangur jo pa qëllim, si gjithmonë, nisur nga marrëdhënia e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë u zhvillua ministeriali i korridorit të 8 me pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm italian Antonio Tajani. Ai e cilësoi projektin jo thjesht si një investim infrastrukturor, por si një zgjedhje me peshë politike dhe pjesë të strategjisë së Italisë për afrimin e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Sipas Tajanit, korridori 8 është instrument për forcimin e lidhjeve mes rajonit dhe Europës dhe element kyç në vizionin italian për i bashkimin e Ballkanit me familjen evropiane. Ai theksoi se procesi nuk duhet parë si zgjerim, por si rikthim natyral i vendeve të rajonit në BE. Në fund, Tajani konfirmoi angazhimin e Romës për të mbështetur integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe për të thelluar bashkëpunimin politik dhe ekonomik në rajon. Kryeministri Edi Rama u nis sot drejt Washingtonit për të marrë pjesë në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes, një iniciativë ndërkombëtare e presidentit amerikan Donald Trump. Tryeza për gazën do të mblidhet më 19 shkurt në Washington, ku Shqipëria është një prej antareve themeluese. Bordi synon të menaxhojë periudhën pas konfliktit në rripin e Gazës, përfshirë ndërtimin, garantimin e sigurisë dhe administrimin tranzitor. Figura të njohura politike dhe diplomatike nga SBA dhe vende të tjera të botës janë pjesë e këtij bordi, ndërsa vendet anëtare do të kontribuojnë financiarisht me nga $1 miliard secila. Iniciativa ka shkaktuar debate me mbështetës që e shohin si mundësi për paqe afatgjatë dhe kritik që shqetësohen për ndikimin e saj në diplomacinë globale. Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili premton të kontribuojë me dinjitet. Nga ana tjetër, pjesëmarrjen ditën e nesërme në Washington në samitin për Bordin e Paqes e ka konfirmuar zyrtarisht edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Ceremonia në fjalë pritet të mbahet në Institutin për Paqe në Washington.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot kryeministrin Rama se po sfidon kushtetutën dhe po përpiqet të krijojë mburoja ligjore për të mbrojtur veten nga hetimet. Sipas Berishës, një amendament i propozuar nga mazhoranca synon të përfshijë edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese në listën e funksioneve që nuk mund të pezullohen, gjë që ai e cilëson antikushtetuese. Ai pretendon se kjo lëvizje bëhet për të penguar zbatimin e kërkesave të prokurorisë së posaçme. Berisha komenton edhe deklaratat e Ramës në mbrojtje të ish drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj, duke akuzuar kryeministrin për humbje standardesh morale dhe për lidhje me figurat përmendura në akuza publike. Në fund Berisha i bëri thirrje Ramës të jap dorëheqjen duke e konsideruar përgjegjës për situatën politike dhe institucionale në vend. Presidenti i vendit Bajram Begaj reagon publikisht pas interesit të mediave për nismën e Partisë Socialiste për ndryshime ligjore mbi pezullimet. Në qëndrimin zyrtar të presidencës theksohet se presidenti i Republikës nuk mund të prononcohet për nisma ligjore, pasi shqyrtimi i tyre është kompetencë ekskluzive e kuvendit dhe ai shprehet vetëm pasi ligjet miratohen. Reagimi vjen pas propozimit të Partisë Socialiste për ndryshimin e nenit 242 të kodit të procedurës penale, që synon të ndalojë pezullimin nga detyra nga gjykatat për funksione të larta si presidenti, kryeministri, ministrat, avokati i popullit, kreu i KLSH-s dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Nisma pason vendimin 4-4 të gjykatës kushtetuese për rastin Balluku, u rrëzua kërkesa e Edi Ramës dhe mbeti i pasgjidhur konflikti me gjykatën e posaçme. Nëse miratohet, ndryshimi do të vlejë për rastet e ardhshme pa prekur vendimet ekzistuese. Prokuroria e Tiranës ka thirrur për të marrë në pyetje drejtuesen e korporatës së investimeve Elira Kokona, lidhur me parkun teknologjik Durana në Xhavzotaj të Durrësit. Skandali është denoncuar shpesh nga mediat, sidomos nga pamfleti dhe kryedemokrati Sali Berisha, i cili ka akuzuar Kokonën dhe qeverinë për vjedhje qindra milion eurosh nga taksat e qytetarëve. Berisha e cilëson parkun si një livadh pas një ndërtesë dhe drejtoreshën Kokona si pjesë të një skeme korruptive nën patronazhin e kryeministrit Edi Rama, duke e krahasuar situatën me rastin e inceneratorit të Tiranës. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka mbyllur shqyrtimin e dosjes sterilizimi që lidhet me koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale në spitalet publike. Vendimi përfundimtar pritet më 4 mars të këtij viti. Gjatë seancës së fundit, ish drejtori ekonomik Sajmir Kadiu kërkoi rishikimin e masës së sigurisë arrest shtëpie, duke e konsideruar jo proporcionale. SPAK kërkoi dënime deri në 10 vite burg për ish zëvendësministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj, të cilat u ulën në 6 vite e 8 muaj në gjykim të shkurtuar. Dënimet për 3 ish zyrtarët e tjerë, përfshirë Kadiun dhe Marcela Serjanajn, do të konvertohen nga 3 vite e 6 muaj në rreth 2 vite e 4 muaj, ndërsa për disa mjek dhe të tjerë parashihen shërbime prove. Dosja lidhet me akuza për korrupsion, shpërdorim detyre dhe grup të strukturuar kriminal mbi kontratën koncesionare të vitit 2015. Markelian Hoti, 27 vjeç, vëllai i deputetes së Partisë Demokratike Elda Hoti, është arrestuar në Rom pas një urdhër arresti europian të lëshuar nga Belgjika për trafik ndërkombëtar droge. Ai dyshohet si organizatori një rrjeti kriminal që transportonte kokainë mes Belgjikës, Dubait dhe Italisë, duke përfshirë 50 kg të sekuestruar. Hoti u gjet në një Airbnb në periferi të Romës dhe do të ekstradohet drejt Belgjikës për të gjykuar. Banorët e rrjollit në Velipoj vjuan protestën edhe sot kundër ndërtimit të resortit. Projekti i kompanisë Gjener 2 në pronësi të Bashkimulajt. Gjatë tensioneve me policinë u shoqëruan 6 persona, ndërsa më pas protestuesit u zhvendosën para drejtorisë vendore të policisë Shkodër. Mbi 80 familje pretendojnë pronësinë ose përdorimin prej vitesh të tokës, ku parashikohet ndërtimi dhe kërkojnë verifikim të ligjshmërisë së projektit, duke thënë se nuk janë konsultuar. Mes të shoqëruarve ishte edhe Luciana Kokaj, një nga zërat aktiv të protestës. Edhe organizata mjedisore PNEA ka paralajmëruar se projekti rrezikon një zonë me vlera të larta natyrore, me duna dhe habitate të rralla. Ndërkohë, institucionet nuk kanë dhënë ende një qendrim të detajuar mbi pretendimet e banorëve, ndërsa këta të fundit kërcënojnë me heqje dorë nga projekti, ndryshe thonë ata do të bëhet kërdia e zezë. Tendenca e migracionit neto në Shqipëri nga 2011 deri në 2025 tregon një valë të vazhdueshme largimesh, e cila u përshpejtua ndjeshëm pas pandemisë së Covid-19. Të dhënat e Instat tregojnë se Shqipëria ka humbur 138.000 banorë më shumë se ata që u kthyen në periudhën 2021-2025. Në vitet 2011-2015 migracioni neto ishte relativisht i qëndrueshëm, u përmirësua përkohësisht në vitet 2016-2018 për shkak të kthimeve të azilantëve, por pas 2019-s mori sërish hov negativ
negativ, kulmuar në vitin 2024. Viti 2025 tregoi një rënje të lehtë, por mbeti i lartë. Eurostat konfirmon valën e emigracionit për periudhën 2021-2024. Vendet e BE-s dan 284.585 leje qëndrimi për herë të parë për shtetasit shqiptar, me një rritje të ndjeshme të lejeve të punës. Shumica e emigrantëve të rinj janë të gruposhës 18 deri 34 vjeç. Ky trend po krijon një cikël të vështirë, rënje të popullsisë, largim të rinjve më të arsimuar dhe profesionalisht të aftë dhe një ndikim psikologjik mbi komunitetet që mbeten, të cilat ndihen të pakta dhe të demotivuara. Shqipëria po përballet me një boshatisje të shpejtë demografike dhe humbje të potencialit rinor dhe profesional. Gjykata kushtetuese ka vendosur rihapjen e procesit për Arben Frokun, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj në vitin 2013. Me këtë vendim, kushtetuesja shfuqizoi një vendim të saj të vitit 2018, duke hapur rrugë për rishqyrtim të çështjes. Froku kishte kërkuar shpalljen antikushtetuese të vendimeve të apelit për krime të rënda në 2015 dhe të gjykatës së lartë në 2017, si edhe rigjykime trup tjetër gjykues. Ai fillimisht u shpalli pafajshëm në shkallën e parë, por apeli e dënoi me burg përjet, ndërkohë që ishte larguar nga Shqipëria. Aktualisht Froku ndodhet në burg në Hollandë, e cila ka refuzuar ekstradimin e tij duke pranuar pretendimet për rrezik dhe parregullsi në proces. Vendimi i fundit i kushtetueses përbën një zhvillim të ri në një nga çështjet më të diskutuara penale. Gjyqi ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag vijoi sot me deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes dhe fjalimet e 4 të akuzuarve: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, secili me 20 minuta fjalim. Mbrojtësit argumentuan se akuzat janë të paqëna dhe se provat e paraqitura nuk mund të mbështesin një vendim fajësie. Në fjalën e tij, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka bërë për Kosovën atë që do të kishin bërë edhe gjyqtarët në sallë për vendin e tyre. Duke deklaruar se është i pafajshëm, Thaçi uroi Kosovën për pavarësinë. Ndërkohë, Kadri Veseli në fjalën e tij tha se gjykata speciale duhet mbrojtë të vërtetën, duke thënë se ai ka shërbyer vendit të tij. Nga ana tjetër, Jakub Krasniqi u drejtua prokurorëve special duke i akuzuar këta të fundit se folën me gjuhën e serbëve, ndërsa Recep Selimi i bëri të qartë trupit gjykues dhe prokurorëve po ashtu se historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet në një sallë gjyqi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në konferencën ndërkombëtare nga lufta në rimëkëmbje theksoi se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe e domosdoshme për liri dhe mbijetesë, duke theksuar se seancat gjyqësore në Hag nuk mund të ndryshojnë këtë të vërtetë historike. Ai mohoi ekzistencën e shtëpisë së verdhë si vend për trafikim organesh dhe e konsideroi këtë pjesë të një narrative kundër Kosovës dhe Shqipërisë nga ana e Serbisë. Kurti përmendi rastin Sarajevo Safari, ku thuhet se ka pasur përfshirje të presidentit Aleksandar Vučić dhe tha se për hetimin e duhet një gjykatë speciale ndërkombëtare. Ai shtoi se institucionet e Kosovës po dokumentojnë krimet dhe kujtesën e luftës për të siguruar drejtësi dhe për të ndërtuar të ardhmen mbi të vërtetën dhe dinjitetin. Raundi trepalësh në Gjenev mes Rusisë, Ukrainës dhe SBA-ve përfundoi pa marrëveshje konkrete, por me sinjale vazhdimësie të dialogut. Pikat kryesore të mosmarrëveshjes mbeten territori i Donbasit dhe statusi i centralit bërthamor të Zaporizhjes. Rusia kërkon kontroll të plot mbi Donbasin, ndërsa Ukraina refuzon çdo dorëzim territorial dhe propozon administrim të përbashkët të centralit me përfshirje amerikane. SBA-t mbeten ndërmjetësues, por Trump shpreh pakënaqësi për mungesën e progresit, ndërsa Zelenski thekson se kompromisi nuk mund të jetë i njëanshëm. Megjithatë, diskutimet janë intensive dhe kanalet diplomatike mbeten të hapura, duke ruajtur mundësinë e shkëmbimeve të reja të burgosurve dhe ndërtimit të besimit. Imazhet satelitore tregojnë se Irani ka riparuar dhe forcuar objektet e tij ushtarake dhe bërthamore, duke përfshirë ndërtimin e strukturave të reja, mbulimin e tuneleve dhe rikonstruksionin e bazave raketore të dëmtuara nga përplasjet me Izraelin. Ekspertët vlerësojnë se disa struktura mund të përdoren për zhvillimin e armëve bërthamore, ndërsa masat mbrojtëse synojnë të reduktojnë rrezikun nga sulmet arirore. Këto zhvillime vinë ndërsa SBA-t përpiqen të arrijnë një marrëveshje të re bërthamore, duke paralajmëruar për veprime ushtarake në rast dështimit të negociatave, ndërkohë që Irani mohon synimin për prodhimin e armëve bërthamore. Kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, ka uruar besimtarët musliman dhe të gjithë shqiptarët me rastin e nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit. Në mesazhin e tij, Spahiu e cilëson Ramazanin si muajin e agjerimit, të mëshirës dhe faljes, një periudhë reflektimi dhe përkushtimi shpirtëror. Ai kujton se agjerimi forcon disiplinën, vetkontrollin dhe ndjeshmërinë ndaj të tjerëve, ndërsa thekson se ky muaj është një kohë shprese dhe optimizmi. Spahiu thekson edhe dimensionin social të këtij muaji,
duke ftuar për solidaritet, ndihmë ndaj nevojtarëve, unitet, paqe dhe bashkëjetesë në një kohë sfidash për shoqërinë shqiptare. Ai uroi që ky muaj të sjellë begati e forcë shpirtërore për të gjithë shqiptarët.